Që në moshën 14 vjeçare ai nisi të punojë me riparimin e biçikletave. Sot me 25 vite përvojë, çimi është kthyer në një nga emrat më të njohur si mjeshtër i biçikletave në Shkodër. Moshën 13-14 vjeçare fillova më marr me hekat me biçikletën. Pasion që mu e kam trashëguar në fëmijëni të vogël, vazhdoj ta kem prap. Biçikletën në du, si gjithë shkodrant, normal, biçikleta është një pasion i gjithë shkodrantëve, ja vetëm jemi, se është vendi, qyteti i biçikletës. Biçikletat është i vazhdon, kam të 14 vjeç që marrë me biçikletën, riparoj, rregulloj. E pata nërprej një periudhë, po filloj edhe herë pasioni, kam diku te 20-20 sa vjeç që vazhdimisht riparoj biçikleta. Ai gjen kënaqësi kur biçikletat e vdekura rikthehen të ecin sërish fal duarve të tij. Kënaqësia është jashtëzakonshme sepse të marrësh një biçikletë për të marruar, të shkatërruar për hiçit, me fjalë ta kthesh të njërin gjallë edhe herë të ecin nëpër rrugët e qytetit, atë gjë e bukur. Si për mua, si çdo njeri që merret me biçikletën. Biçikleta është pasioni im, dieta e punë. Unë lëviz vetë me biçikletë vazhdimisht. Kjo është jeta në Shkodër me biçikletën. Nuk mund ta imagjinoj veten pa biçikletën. Në qytetin e biçikletave, çimi është një nga ata mjeshtra që e mbajnë në lëvizje botën mbi dy rrota, me duar të arta dhe një pasion që nuk ndryshket.